Kush mëson dituri dhe nuk vepron sipas saj, vetëm i shtohet mendimadhësia dhe arroganca, dhe më shumë i shtohet braktisja e veprave. Do të thonë mëson, më shumë mëson, por më shumë largohet prej veprave, nëse nuk e ka synim veprimin sipas diturisë. Edhe i shtohet arroganca dhe mendimadhësia, atëherë ndikimi i keq te ata që e marrin si shembullat është më i madh, edhe më i madh se sa ndikimi i keq te vetaj. Do thotë nëse njeriu mëson dituri, mëson për shembull në vendet e sunetit dhe diturisë, ka mësuar në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush edhe ka mësuar në Universitetin Islamik, dhe dikush ka mësuar në Fakultetin e Hadithit, pra e ka mësuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sakt. Dhe njerëz, do të thonë, ai ka shku disa vjet atje, njerëz që janë këtu e dinë se ka shku në vend të mirë, ku mësohet dituria burimore dhe hadithet e sakta, dhe kur kthehet, atëherë bëhet i pari që i praktikon bidatet. Atëherë si është ndikimi te njerëz tjerë? Do të thonë ndikimi është më i keq te njerëz tjerë se te vetaj, sepse ata e shohin atë si shembull, edhe thonë ky ka mësu, ky ka diplomu, ky ka doktoratur, thonë. Atëherë kush jeni ju tjerë që flisni çka është sunet, çka është bidat? Do të thonë atëherë e keqja që e bën është më e madhe se sa vetaj që i kalon ato vepra. Do thotë sikur mos kish qenë i angazhuar me dituri, do të kish qenë përgjegjësia vetëm për veten e vet. Kurse në këtë mënyrë që është bërë njeri që të merret shembull, edhe nuk punon sipas diturisë, bëhet, do të thënë, i shkakton devimin e të tjerëve, edhe atëherë është, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, pra thot autori rahimahullah, kështu do të bëhet në pozitën që ka thënë Allahu, li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. Më thënë ata do t'i bartin barrët e tyre të plota në ditën e gjykimit. Pra mëkatet e tyre që i kanë bërë, bidatet, devimet, ato nuk humbin. Wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm. Po gjithashtu do të bartin barr edhe të atyre që i kanë devijuar pa dituri. Edhe ata që, do të thënë, kur ky e ka ditur, ose e ka ditur pse është gabim, dhe i ka thirrur njerëzit në gabim, ose ka fol pa pas dituri, nuk e ka plotësuar diturinë, atëherë do t'i mbarte barrët e të tjerëve që i ka devijuar pa dituri, ela sa'a ma yazirun. Do të thonë, është shumë e keqe barra e tyre, Allahu na ruajt. Pra do t'i bartin barrët e tyre të plota, por edhe barrët e të tjerëve, të cilët i kanë devijuar pa dituri. Në vazhdim, thot autori rahimahullah, me zinxhirin e tij, pra transmeton nga Fudail ibn Iyad rahimahullah, se ka thënë, në xhehenem ka disa arhije, i thuhet arabisht raha, nuk e di a ka ndonjë fjalë të caktuar shqip, përveç se guri i mullirit. Do të thënë, në xhehenem ka gur të mullirit, do thotë që është i cili i shtrydh ose i bluan dietarët. Edhe thuhet kush janë këta? Thonë, këta janë njerëz të cilët kanë mësuar dhe nuk kanë vepruar sipas diturisë. Kjo është fjalë e Fudail ibn Iyadit, e ka marrë prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit merret njeriu dhe hidhet në xhehenem dhe i dalin zort, do të thonë nëpër xhehenem, zort e barkut, dhe ai sillet, do të thonë si sillet guri i mullirit rreth boshtit vet me ato zort, dhe i thon njerëzit, banorët e xhehenemit, i thon, o filan, ti a nuk na urdhroje neve për të mira, a nuk na ndaloje prej të këqijave, do të thonë pse ke ardhur ti në xhehenem? Ai thot, unë ju urdhroja juve për të mira, për vet nuk i bëja, dhe ju ndaloja prej të këqijave, për vet i bëja. Do të thonë kjo është gjendja e atij që e ka mësuar diturinë, ka fol me dituri, por nuk ka vepruar sipas saj. Allahu na ruajt.